Kryeministri Edi Rama mblodhi në kryeqytet investitorët dhe sipërmarrësit e sektorit të ndërtimit në një takim ku vlerësoi ndikimin e kësaj industrie në transformimin urban dhe ekonomik të Shqipërisë. Sipas kreut të qeverisë, ndërtimi është kthyer në një nga shtyllat kryesore të zhvillimit të vendit dhe në një element që po afron Shqipërinë më shpejt me standardet europiane. Gjatë fjalës së tij, Rama kundërshtoi ashpër akuzat që shpesh i drejtohen këtij sektori, sipas të cilave ndërtimi përdoret për pastrim parash. Ai deklaroi se është e papranueshme që një industri e tërë të etiketohet në mënyrë të përgjithshme si lidhur me botën e krimit. Që këtë transformim të Shqipërisë që sektori i ndërtimit e bën të dukshëm, të prekshëm, menjëherë sapo dikush vjen në Shqipëri, ta fusim në kornizën e krimit, është diçka e neveritshme dhe e papranueshme. Kryeministri theksoi se sektori i ndërtimit po tërhiq gjithnjë më shumë interes jo vetëm nga investitorë vendas, por edhe nga diaspora shqiptare dhe blerës të huaj, të cilët po investojnë në prona në Shqipëri. Sipas tij, kjo është dëshmi e besimit në ekonominë shqiptare dhe në potencialin e tregut të vendas. Është e pamundur për disa që ta pranojnë suksesin e Shqipërisë, po puna më e fortë. Por ama është e pamundur për ne që të pranojmë që shumica dërmuese atyre që investojnë në ndërtim të futen në vesin e baltës. Në takim ishte e pranishme dhe Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj, me të cilën u diskutua edhe ndikimi në sektorin e punës. U bë ditur se pagat në ndërtime të variojnë nga 900 euro në nivelin minimal deri në 3600 euro në pozicionet më të specializuara, duke kthyer këtë sektor në një nga më të paguarit në ekonomi. Në ndërkohë, për gjithë ata që lehin në çdo gjuhë që lehin, nga shqipja deri në anglisht edhe në gjuhë të tjera, dhe që menjëherë nxitojnë ta kornizojnë këtë transformim të Shqipërisë dhe Tiranës si transformimin e krimit. Sot që flasim, ky projekt ka 350 apartamente të porositura nga vetëm diaspora shqiptare dhe që janë të porositura dhe nuk paguhen me cash, që të jemi shumë qartë, po paguhen me bank.